رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Përshëndetje, me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit. Islami, kjo fe e bukur dhe madhështore, si dhuratë për mbar njerëzimin, normalisht nuk e kufizoi veprimtarinë thjesht me faljen, me agjërimin, apo me haxhin, apo me adhurimet e tjera të njohura. Islami erdhi si një sistem i cili siguron një jetë të lumtur në jetën e kësaj bote edhe në jetën e botës tjetër, si një sistem i cili debërton në çdo kapilar dhe në çdo detaj të jetës njerëzore. Kështu që Islami nuk mund të lindte mbasdore dhe nuk mund të lindte pa përmendur dhe pa trajtuar në detajet e tij çështjet e familjes. Madje trajtohet familja si gjëja më e rëndësishme dhe suksesi i vërtet i njeriut në jetën e kësaj bote. Nëse besimtari i mirë është i suksesshëm në familjen e tij, do të thotë se është më të vërtet prej atyre njerëzve që e kanë kuptuar mirë fenë dhe besimin, sepse besimi nuk mund të kufizohet në muret e xhamisë. As nuk mund të kufizohet thjesht me agjërimin e Ramazanit, pavarësisht se namazi, pra falja, është shumë e rëndësishme për muslimanin, pavarësisht se agjërimi është shumë i rëndësishëm për besimtarin, po kështu dhe adhurimet e tjera, mirë po feja erdhi për të rregulluar jetën e njeriut, për të përsosur jetën e njeriut, dhe një pjesë e madhe e jetës së njeriut është pikërisht në familjen e tij, në shtëpinë e tij. Ne, inshallahu taala, me shpresën e Zotit, do të shohim sot se si Islami trajton me tepër delikatesë raportet se si duhet të jetë familja dhe se si njeriu duhet të bëjë të pamundurën për ta ruajtur familjen, për ta lumturuar familjen dhe për ta bërë familjen një mini xhenet ose një mini parajs të jetës së kësaj bote. Pasi njeriu fuqinë dhe forcën dhe energjinë në jetë e merr në shtëpinë e tij, pastaj do të përballet me jetën, do të përplaset me jetën jashtë shtëpisë dhe jashtë familjes së tij. Për këtë arsye dhe i madhi Zot Xhella Xhelaluhu e ka konsideruar jetën bashkëshortore si një mrekulli prej mrekullive të Zotit, ku njeriu me të vërtetë mund gjej prehje, qetësi dhe rahati. Madje i madhi Zot Xhella Xhelaluhu në Kur'an, kur flet për mrekullitë dhe argumentet e Zotit, normalisht her mbas here i fton njerëzit që të meditojnë në krijimin e qiejve dhe këtij universi, her mbas here i fton njerëzit që të meditojnë në krijimin e tokës, her mbas here i fton njerëzit që të meditojnë te krijimi i njeriut, dhe në një moment tjetër thot wa min ayatihi, dhe prej argumenteve dhe mrekullive të Zotit është se Zoti prej jush krijoi bashkëshorten tuaj dhe Zoti mes jush dhe bashkëshorteve tuaja vendosi dashurinë, prehjen, mëshirën, padyshim që ky është një argument i mjaftueshëm për njerëzit që kanë logjik. Për këtë arsye dhe është thënë në Islam se suksesi i njeriu në radhë të parë shihet suksesi i tij në familjen e tij. Sa më i suksesshëm të jetë me bashkëshorten e tij, sa më i suksesshëm të jetë në familjen e tij, kjo tregon se edhe kuptimi i tij për fen është aty ku duhet. Jo më kot Muhamedi alayhi salatu wasalam në një hadith thot: "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më i miri në mesin e besimtarëve është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij, dhe padyshim se unë jam një shembull për mënyrën se si sillem me bashkëshortet e mia, sallallahu alaihi wasallam. Normalisht që të jetë një familje e suksesshme nuk do të thotë që mos të ketë probleme. Sepse shumë për njerëzve kujtojnë se që të jesh i suksesshëm do të thotë se në shtëpi, në familje, s'duhet të kesh probleme dhe s'duhet të ketë kontradikta apo keq kuptime ndonjëherë. Absolutisht kjo nuk është e saktë.
Është normale që në një familje që jeta zhvillohet normalisht, në një familje të shëndetshme, të ketë dhe momente pakënaqësie, të ketë dhe momente hatërmbetje, të ketë momente të tilla. Mirë, po gjithë mençuria e njeriu qëndron në faktin se si ai di të zgjidh problemet bashkëshortore, se si ai di të zgjidh problemet në familje. Do të ndalemi inshallah taala për disa momente me mënyrën se si Islami orienton burrat ose orienton bashkëshortët, se si duhet sillen në bashkëshortet e tyre në mënyrë që të ruhet familja. Familja është e shenjtë. Familja është e shtrenjtë. Fëmijët janë fruti i një jete bashkëshortore dhe që të ruhet gjithë kjo normalisht që prej të dyja palëve kërkohet në thojza disi sakrificë. Normalisht ka shumë arsye që mund përmenden, ka shumë pozicionime që duhet të marrë parasysh si burri dhe gruaja, mirë po ne do të trajtojmë sot mënyrën se si duhet pozicionohet bashkëshorti me bashkëshorten e tij në mënyrë që mos të ketë probleme në familje. Mund të përmendim si arsyen kryesore mëkatet dhe gjunahet. Po, mëkatet dhe gjunahet konsiderohen prej arsyeve që ka ftohje, ka probleme, sepse Zoti i Madh në Kur'an thot se ka garantuar lumturi në këtë botë për njerëzit që i përkushtohen Zotit, për njerëzit që janë të devotshëm. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën vepra të mira, mashkull ose femër qoftë, ne atij do t'i sigurojmë lumturinë në këtë botë dhe lumturinë e botës tjetër. Në botën tjetër do shpërblehet për veprën më të mirë që mund të ketë bërë ai në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye një burr i motshëm thoshte, kur mëkatoj dhe kur bëj gjunahe, pasojat e mëkatit dhe gjunahet i shoh në sjelljen e bashkëshortes time apo në mos suksesin dhe në mos begatin në jetën time. Pra nuk më jep Zoti sukses në jetë për shkak të mëkateve ose e shoh këtë tek sjellja e gruas dhe e bashkëshortes sime. Burrat duhet të kenë parasysh se femrat, bashkëshortet, janë krejt një natyrë tjetër. Janë krejt një natyrë tjetër dhe nuk duhet t'i trajtojmë ose nuk duhet të mendojmë ose nuk duhet t'i perceptojmë ashtu siç jemi ne. Natyra e femrës është krejt tjetër. Është më delikate, është më e butë. Karakteri i saj nuk është si karakteri i mashkullit, nuk është si karakteri i burrit. Për këtë arsye dhe burri duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse një prej gabimeve të mëdha në marrëdhëniet bashkëshortore është se burrat ose meshkujt i trajtojnë gratë e tyre njësoj sikur të ishin në natyrën e tyre apo në natyrën e mashkullit. Një problem tjetër që normalisht kërkohet për burrave të jenë të kujdesshëm është mos shfaqja e dashurisë. Pra burrat ndonjëherë shfaqin një natyrë të çuditshme, dashurinë e mbajnë për brenda. Nuk e shfaqin dhe nuk e shprehin. Dhe ky është problem. Dhe kjo mund të çojë ftohje dhe mund të çojë probleme të tjera. Burri, bashkëshorti, duhet t'ia shprehë dashurinë që ka bashkëshortes tij. Duhet i thotë që të dua, duhet i thotë që të kam shpirt, ti je zemra ime, ti je njeriu më i shtrenjtë për mua. Kjo është feja e Zotit, kështu na mëson feja. Po, normalisht kështu na mëson feja, sepse feja është që ne të jetojmë një jetë lumtur, ne të bëjmë një jetë të mirë. Pse mos ta shprehim, pse mos ta themi? A ka mundësi që bashkëshorti kur shkon në shtëpi, gjitha hallet që ka jashtë shtëpisë ti mbylli me mbylljen e derës? Pse duhet të jetë bashkëshortja bashkëvuajtëse e tij? Pse duhet vuaja me hallet dhe problemet e tij? Ajo ka nevojë për një burr i cili i del në krah dhe është mbështetje. Ka nevojë për një burr i cili dhuron dashuri, për një bashkëshort i cili di si ta shprehë dashurinë. E feja e Zotit kështu i mëson bashkëshortët që të jenë me bashkëshortet e tyre, sepse vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qenë i tillë. Mos i nënvleso ankesat që të vinë prej bashkëshortes. Mos thuaj ashtu siç thonë, nëse gratë kështu kanë, po i muhabet kanë, din vetëm tankohen, din absolutisht. Mos i nënvleso. Sepse fundja fundit, gruaja në shtëpi ka pozicionin më të rëndësishëm. Është ministra e brendshme, është ministra e ekonomisë,
është ministre e shëndetësisë, është ministre e edukatës për fëmijët. Kështu që ankesat e saj jo gjithmonë janë ankesa grash, por se ka prej ankesave të saj që mund të jenë ankesa me vend dhe që duhen parë seriozisht. Do të vazhdojmë edhe me tutje me problemet që faktikisht i kanë bashkëshortët dhe që duhet i kenë parasysh në raportet e tyre me bashkëshortet e tyre, po kjo do të jetë mbas një publiciteti të shkurtër. Burrat e humbin toruan dhe durimin ndonjëherë kur vinë për vizitë njerëzit e gruas. Kur vjen vjerri, kur vjen vjera, disi bezdisen. Dhe faktikisht burri harron se edhe kjo grua, kjo bashkëshorte ka respektuar, ka nderuar vjerrin dhe vjerën. Kështu që nuk ka burri pse të mërzitet nga vizitat që vijnë nga njerëzit e gruas të tij. Përkundrazi, ai duhet sillet mirë sepse kjo nënkupton dashuri dhe respekt ndaj gruas, ndaj bashkëshortes së tij. Nëse do të themi problemeve ose prej gjërave që burrat duhet të kenë parasysh që të korrigjojnë marrëdhëniet me bashkëshortet e tyre, është se nuk duhet të paraqiten vetëm se në formën më të mirë të mundshme para bashkëshorteve të tyre. Që do të thotë, gjithsecili prej nesh ka dëshirë që kur shkon në shtëpinë e tij, ta gjejë gruan në formën më të mirë, në paraqitjen më të mirë, mundësisht që ta presi mirë e kështu me radhë. Po e vërteta është që edhe gratë e duan këtë gjë prej nesh. Prandaj dhe burri duhet të jetë i kujdesshëm, të paraqitet sa më mirë, të shprehet sa më mirë, të jetë edhe në paraqitje, edhe në pamje sa më mirë, ashtu siç mundohet që kur të jetë përpara njerëzve të jetë në paraqitjen sa më të mirë, ashtu siç don prej bashkëshortes së tij të jetë sa më e paraqitshme kur ai ka të bëjë me të dhe kur kthehet në shtëpi, kështu duhet të jetë edhe ai me bashkëshorten e tij. Mos u ngut dhe mos u nxito nëse gruaja, nëse bashkëshortja fillon dhe të ankohet. Mos u ngut. Mos e hej përgjigjen më njëherë. Lëre të shprehet. Lëre të nxjerrë çfarë ka. Sepse normalisht burri duke qenë se ka kontakt me njerëzit, duke qenë se ka kontakt me punën e tij, ai e ka, domethënë, të ngarkuar ditën e tij dhe e ka plotësuar atë numrin e fjalëve që flet njeriu zakonisht. Thuhet që njeriu në ditë flet 5000 ose 6000 fjalë. Ndërsa gruaja në shtëpinë e saj, normalisht që edhe ajo do të shprehet diku, kështu që lëre të shprehet, se një prej zgjidhjeve të problemeve bashkëtorë është që ta lësh bashkëshorten të shprehet deri në fund. Lëre ta mbaroj dhe mbasi ta mbaroj, tund kokën, thuaj hajër inshallah, e bën Zoti mirë dhe jeta vazhdon normalisht. Mos nënvlerëso asnjëherë daljet dhe uljet me bashkëshorten. Ka nevojë dhe ajo të dali, ka nevojë dhe ajo të komunikojë, ka nevojë dhe ajo të rri. Normalisht janë disa gjëra që me të vërtetë ti mund të kesh edhe gabuar, duhet mësohemi që të dëgjojmë edhe për bashkëshortes. Dhe asnjëherë nuk duhet në nënvlerësojmë konsulencën e saj, sepse mund të jetë në një moment caktuar zgjidhje. Për shembull, në një moment të jetës së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, ndodhi një situatë shumë e pa kënaqshme, shumë problematike. I urdhëroi shokët e tij, profeti Muhammed, i urdhëroi që të heqin rrobat e ihramit, ato rrobat që vesh haxhiu, ato rrobat e bardha, dhe i urdhëroi që të ruajnë kokat, mirë po nuk kishin shkuar akoma në Qabe. Dhe heqja e rrobave dhe ruajtja e kokës pa shkuar në Qabe është problem, nuk lejohet. Mirë po ndodhi një situatë e tillë që profetin Muhammed e ndaluan
jo besimtarët, nuk e lanë që të futet Mekë dhe erdhi urdhri nga Zoti që vishni rrobat e zakonshme dhe kthehuni përsëri në Medinë. Për shokët e profetit kjo ishte e habitshme. Ndërkohë që profeti ju thoshte zbatoni urdhrin, s'lëvizte njëri. Ju tha një herë, ju tha dy herë, ju tha tre herë, askush përgjigje dhe profeti filloi ta vuante këtë në veten e tij dhe i mërzit ashtu siç ishte shkojnë çadrën e tij. Dhe aty po e priste bashkëshortja e tij. I tha pejgamberi i Zotit, çfarë ka ndodhur? Sepse të shoh që je shumë i mërzit. Sepse natyrën e tij nuk ka qenë që të mërzite, ishte gjithmonë i qeshur, gjithmonë i buzëqeshur. Tha ka ndodhur diçka sot, tha profeti, ka ndodhur diçka sot, tha, që kam frikë se mos Zoti ka për na hodhur dënim. Çfarë ka ndodhur pejgamberi i Zotit? Tha unë po i urdhëroj njerëzit për të bërë diçka dhe nuk po mbinden. I tha, a më lejon të pyes për çfarë i ke urdhëruar? U them tha që hiqni rrobat e ihramit, ruani kokët se do të kthehemi mbrapsht. E çfarë ndodhi? Tha s'po mbinden njerëzit. Tha o profeti i Zotit, dil ti jashtë, fillo ti ruaje kokën tënde i pari, hiqi ti rrobat i pari dhe do të shohësh se çfarë do të bëjnë njerëzit. Profeti nuk tha ku bëre ti, unë jam profet, unë jam pejgamber, ti të më këshillosh, unë absolutisht. Profeti i Zotit, alayhi salatu wassalam, e mori këshillën e bashkëshortes së tij, doli jashtë dhe puna e parë që bëri pa fol me njëri, thirri berberin. I tha eja. Tha po pejgamberi i Zotit. Tha fillo ma ruaj kokën. Në momentin që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam filloi ta bënte këtë punë, filluan të gjithë njerëzit ta bënin këtë punë dhe për disa minuta urdhri i Zotit kishte shkuar në vend. Për këtë arsye dhe ne nuk duhet të neglizhojmë absolutisht konsulencën apo këshillat apo porositë që na japin bashkëshortet tona. I nderuar bashkëshort, ti edhe pse je burr dhe krye familjar, kjo nuk do të thotë që të tregosh shenjën e mirënjohjes ndaj bashkëshortes tënde duke i thënë asaj faleminderit. Zoti të shpërbleft, të lumshin durt, sa mirë e pas ke gatuar, sa mirë pas ke hekurosur, e kështu me radhë. Nuk është kjo ulje për burrin, për Zotin. Kjo është vlerësim. Ti kështu vlerëson në radhë parë veten tënde, po ajo që është më e rëndësishmja ti kështu ruan raportet dhe familjen. Vjen një burr tek Omer ibn al-Khattabi për t'u ankuar. Çfarë kishte ndodhur? Omeri në atë kohë ishte halif, pra udhëheqësi i muslimanëve. Dhe ky burri, me sa duket e kishte pu gryja në majt humës, e tha do shkoj ke prisi besimtarëve ti morë në emen se shtyhet më kështu. Edhe shkoj, derisa shkoj tek shtëpia e Omerit, normalisht mos mendoti se shtëpia e Omerit ishte në një kështjell apo diçka e çuditshme. Ishte shtëpi normale si të gjithë njerëzit. Dhe ky po afrohej dhe duke u afruar gjonte zhurmë ke shtëpia e Omerit. Duke u afruar gjonte zhurmë, duke u afruar gjonte zhurmë. Derisa qartësoheshin zërat edhe më shumë kur dëgjon që gryja e Omerit po bërtiste. Omeri ka qenë një prej halifëve dhe për njerëzve me shumë potencë në shoqëri. Jo vetëm që ishte halif, po edhe vetë si natyrë ka qenë hierën. Aq hierën ka qenë sa që profeti thot, o Omeri thot, nëse ti futesh në një rrugë, shejtani ndron rrugë. Aq potent e i përkushtuar ndaj Zotit ka qenë. Dhe kur e pa ky që gryja e Omerit e kishte ngrit zërin dhe po bërtiste ke shtëpia, u kthy mbrapsht. Dhe Omeri çuditërisht hapi dritaren, pa që dikush kishte qenë afër shtëpisë tij dhe po ikte. I tha o filan, hajde tha. S'ka gjë, tha, hajde tha. Po s'ka gjë o prisi besimtarë, po ti tha, një gjë ka tha. O erdhe tha për të ngjuar se ç'a bëjun në shtëpi tha dhe kjo është haram ose ke pas ndonjë hall të madh. Tha me thënë drejtë ne kisha i hall. I tha po ha. Tha kam pas probleme me gruan, tha kemi bë llafe. Po ha tha Omeri, po pastaj po ja tha erdha të marr një mend ty tha. Po kur më pash tash që gryja po bërtiste në shtëpinë e Omerit, thash me veten time kur në shtëpinë e Omerit, po vërtet gryja vaj hallit për mua me fjalë. I tha Omeri, dëgjoj tha. Fëmit prej kujt i ke? I tha prej bashkëshortes.
I tha kur shkon në shtëpi dhe e gjen shtëpinë gatitme dhe të rregulluar. I tha prej kujt? Tha prej bashkëshortes. Ushqimi e tjerë, i përmendi disa gjëra Omeri. I tha prej bashkëshortes. Atëherë tha, nuk ja vlen, a nuk e meriton që ta falenderojmë dhe jo vetëm kaq, po nëse ka diçka prej saj, ta durojmë. Nëse ka diçka prej saj, ta durojmë. Burri, bashkëshorti duhet të ketë parasysh se femra, bashkëshortja e tij, në momente të caktuara të jetës i përjeton gjërat shumë shpirtërisht, shumë emocionalisht. Për këtë arsye dhe burri duhet marrë në konsiderat gjendjen shpirtërore që kalon bashkëshortja e tij. Sepse burri e ka më të lehtë për t'i prerë gjërat, për t'i ndarë gjërat, ndërkohë që gratë e vuajnë më shumë dhe burri këtë duhet ta marrë në konsiderat në mënyrën se si në momente të caktuara sillet bashkëshortja e tij. Prej problemeve që burrat nuk tregojnë kujdes ndaj bashkëshortëve të tyre është tregohen disi koprat në shpenzimin ndaj familjes. Ndërkohë që i kanë mundësitë dhe i kanë të mirat e Zotit, po tregohen ndoshtrënguar. E ky është problem. Sepse gruaja ka nevojat e saj, po edhe familja ka nevojat e saj, burri me daljen e tij, me të qenin e tij jashtë, ndoshta nuk di shumë probleme, ose si thot populli vrima, që ka shtëpia, dhe bashkëshortja i din shumë mirë. Dhe burri duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe nuk duhet tregohet doshtërnguar, sepse vetë Zoti në Kur'an na ka këshilluar që muslimani nuk duhet të jetë doshtërnguar, ashtu siç na ka këshilluar që muslimani nuk duhet të jetë shpërdorues, po duhet të gjejë një rrugë të mesme mes të dyjave. Burri i mirë është ai i cili i kryen obligimet, nëse do të themi obligimet e shtratit me bashkëshorten e tij. Ashtu siç mashkulli ka nevojat e tij, edhe bashkëshortja ka nevojat e saj. Dhe në momentin që këto dëshira, nëse do të themi kështu, ose nevoja nuk realizohen dhe nuk plotësohen, atëherë jeta bashkëshortore kalon krizë dhe mund shkojnë probleme cilat nuk janë as pak të rehatshme dhe as pak të kënaqshme për askënd. Për një jetë bashkëshortore të mirë, duhet që burri mos ta obligoj ose mos ta detyroj bashkëshorten e tij të dalë nga shtëpia për të punuar jashtë. Gruaja vendin e saj e ka në shtëpinë e saj, të edukojë fëmijët e saj, të rrisë fëmijët e saj, të përkujdeset për fëmijët e saj, të përkujdeset për shtëpinë e saj, e nuk është mirë që burri ta detyrojë gruan me çdo kusht, ndërkohë që i kanë mundësitë dhe janë kushtet e plotësuara për një jetë normale, që ta detyrojë gruan të dalë nga shtëpia e saj, sepse kështu gruaja del nga natyra e saj, humbet natyrshmërinë e saj. Humbet natyrshmërinë e saj. Llogarit për shembull një grua traktoriste. A mund të jetë ajo grua? Një grua që gjithë ditën rrin kamarier apo banakier duke i shërbyer njerëzve, duke komunikuar me njerëz. A kur do ta gjej kohën kjo grua që kujdeset për fëmijët, për bashkëshortin, për familjen e kështu me radhë? Mbi të gjitha, edhe një herë do të kthehemi tek pika e parë. Konsideroje gruan tënde si ortaken tënde në qëllimet e larta për të cilat Allahu e solli njeriu në jetën e kësaj bote, atëherë do të lumturohesh, atëherë nuk do të ketë më probleme dhe atëherë do të jetë një familje e suksesshme. Deri në një takim tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا